Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do kemi çantën e bebushit edhe jam shumë e lumtur që do ta bëj me ju, po ndaj me ju dhe për të gjithë ju si puna ime që nuk e keni idenë. Nuk e keni idenë, do të thënë se sa video kam parë edhe prapë jam komplet e çorientuar sepse nuk di se çfarë të marr, sepse tani është një kohë shumë e keqe, për arsye do të thënë se një herë bën vap. Një herë bën ftop edhe nuk di se çfarë t'i marr bebushit. Edhe I kam dhirë këtu të gjitha, po ja tregoj dhe juve, edhe ja ku I kam këtu të gjitha gjërat e bebit, edhe tani do vazhdoj që t'i fus në çantë, edhe kështu nuk di nga t'ja filloj. Nga nuk e di do me thënë, atëherë po fus njërë këto napat, shpresoj në I marri kjo çantë, nëse unë s'kam një çantë tjetër, edhe dua të fus këto napat në një qese me... Okej, a këto që kam blerë tek shenjë mora, ato ku mora, nuk më mend atë shenjë, më duket se po, nuk më mbaj mend saktësisht se ku I kam marrë këto. Atëherë, do vendos këto napat këtu, ndërsa rrobat e para që do vishi bebushi, do e shënoj këtu emrin, por nuk do t'i shkruaj tani, sepse nuk do që ta meri tani të vish emrin më vonë, edhe mbase për të lindi, ose nuk e di se si mund më vi mua truri, kuptoni? Edhe tani këtu do vendos këto. Po I shoh edhe një herë këto çfarë formata kanë që medium. Kjo besoj do jetë large. Edhe po e lë për çarçafët më mirë ato se sa. Sepse kjo e ka të shkruar. Ndërsa se tjetra nuk e kishte mendoj që do jetë large, nuk e di tani. Sa e vogël kjo, medium, sa e vogël shkëll është. Atëherë, do t'i vendosim këtu. Nuk e di sa napa të marr. Të marr 5 t'i kem, nuk e di. Mbase duhen. Mbase edhe nuk duhen kaq, por unë nuk e di, po I marr një herë. Pesto. Kur je mami për herë të parë, normal që kështu do jetë për të gjitha besoj, jo vetëm për mua. Atëherë, më duhet që të fus çarçafët që do përdor për në spital, atje ka për besoj duhet të ketë, po më duket se ka, por unë dua t'i marr të mijat, edhe një klof jastëku, edhe do t'i vendos kështu. Atëherë këtu më duhet XL, më duhet XL sepse është e madhe. Presoj që I marri kjo tani. E vendosa klofin, e vendosa. Nuk të di se si t'i fus tani. Jam shumë emocionuar që unë me ikin fjalët kur emocionohem, por është gjë më e bukur që mund t'i ndodhi në femre, edhe mashkull, po besoj se mishkujt nuk e ndjejnë kështu faner, sepse ne normale kemi në bark, edhe është ndryshe, tek meshkujt. Të fus të klofin këtu. Okej, këto për krevatin mbaruan. Edhe jo, këto duhen në fillim fare, më duket. Po, këto duhen në fillim fare. Dhe që kam zirë këto, nuk e dia do t'a fshin me këto, do me thonë kur pasi ta laj, se si më duket kur e them pasi ta laj, nuk më besoj ta koba, jo më që do ta kem për disa ditë, për disa javë.
Më duke një gjë e pabesueshme. Atëherë, si fillim do fus të guvertën. Këtu është kështu bebi majtë kam nga shoqja ime ngusht, edhe mendoj që me këtu do ta nxjerr në spitali. Edhe do ta fusim këtu, nuk mendoj se kjo çanta nuk do t'i marrë këtu, por të shohim. Atëherë këtu kemi sërish një çarçaf tjetër që unë mendoj ta marr, ta kem për ta fshirë, ose do ta fshim me peshqir, nuk e di, por po e marr një herë. Dhe tjetër kemi këtu këtë që jep gji, që mbulohesh domethënë. Unë nuk kam marr bibirona, sepse dëshira ime e madhe është që t'i jap gjoks. Por atë e di zoti domethënë që inshallah të kem qumësh, edhe nuk kam marr bibirona. Okej, këto mbaruan, kemi edhe këto që vendos poshtë për të, domethënë për të veshur, për të ndërruar bibilinën, edhe vendosim këtë, edhe është edhe ky materiali kështu që nuk, edhe po urinoj bebushi, nuk depërton. Edhe këtë e fusim këtu. Tjetër që kemi, se këto do me thënë duhet që ti vendos në fillim fare që ti kem më kollaj për të marrë. Atëherë fusim edhe veshjet. Edhe tani, nuk e di, për veshjet njëherë kam një 3 ditë që e mendoj, nuk di se çfarë ti marrë, se çfarë ti vesh, sepse nuk e di, jam me dy mendje. Atëherë, po mendoj që këtë t'ja vesh do me thënë kur të dalim nga spitali. Shpresoj të jetë ngrohtë, sepse nuk e di do me thënë se si mund të jetë koha. Edhe këtë veshjen po mendoj që ta nxjerr nga spitali. Unë nuk po e mbyll, se di që dua një orë ta mbërthej, ta zbërthej. Edhe do ta vendos kështu pa mbërthyer. Një mami e re duket. Sa më praktike. Edhe kështu i vendosim këto, i balosim, edhe këto do t'i shkruaj që t'i kem më praktike për të, ja, decili e vogël. Atëherë, këto na duhesh kjo, se mos harrojmë në gjë. Kjo, një palë doreza, po nuk e di do me thënë, ti marrë doreza, apo jo, por po ja marrë. Na duhen një palë çorape, këto e çorapet gjigande, dhe jo, apo mos ta vesh me këto, nuk e di as me prandaj dhe unë vetë nuk e di se çfarë do t'i vesh. Dhe po mendoja që ta kombinoja, do me thënë këtë kapuçin me këto, kapuçin me këtë badin, edhe me këto çorapet. Por në qoftë se unë i nxjerr nga spitali me këto, nuk mund t'i vesh dot këto pupkat. Edhe prandaj, s'di ç'a t'i vesh, mërë zot, nuk e di se çfarë do t'i vesh, jam në dilemë shumë të madhe. Okej. Po i heq edhe këto, se nuk ja kam hequr. Pas ka dhe një etiketë këtu në bas. Atëherë, unë do t'i marrë dhe badi me mëngë të gjata. Edhe po mendoj që t'i vesh fare këto. No, nuk e di dhe unë se çfarë do t'i vesh. Nuk e di se si do jetë koha atë ditë, do me thënë që ti vesh kapuç, apo jo. Nuk e di. Por, po ja lë një herë për veshjen për të dalë nga spitali. Pastaj gjatë rrugës shikojmë e bëjmë. Atëherë na duhet një qese këtu, edhe këto pupat po i vendos sërish në qese.
Edhe këto do shkruhen, sepse edhe këto mund plastike për të gjetur. Sa të bukla janë sot. Kisha marrë më mirë mend. Okej. Më duhet për shfarë kjo. Ja. Shpëtoj. Edhe këtë sërish duhet t'i shkruaj, por t'i shkruaj pak më vonë. Pak më vonë, do me thonë pak më vonë, jo se do t'i lë pa shkruajtur, por do t'i shkruaj, por si t'i rënosësh. I hiqim pak të ajrin. Edhe ja, e kemi përvishëm për të dalë nga spitali. E fusim këtu brenda. Atëherë, kam marrë edhe 3 badi me mëngë të gjata, se i kam hekurosur këto edhe më prishën. Kam marrë 3 badi me mëngë të gjata, sepse nuk e di se si do jetë koha atë ditë, por t'i kem, se asnjëherë nuk i dihet. Po i vendos këtu. E di që s'po më shifni mirë. Ja ku është edhe baby, edhe badi. O zot, sa do vogla më duken këto, nuk e ki lidhjen. Atëherë unë këto badit i kam hekurosur gjitha, edhe i kam vendosur të gjitha në varse. Po të gjitha sepse macarojnë për të palosur. Nuk e di pse më duken kaq të vështira për të palosur. Jo se është një vështirësi për t'i palosur, por ja merr kështu palos më mirë aty meri vari dhe shpëton. Atëherë kemi 3 badi me mëngë të gjata që i kësim këtu. Shpresën, kem harruar në një gjë, si tek ajo çanta ime që kisha harruar pyetje të flokut, kisha harruar tjetër, më kujtohen. Kisha harruar shumë gjëra, i kisha bërë gati në fakt aty, edhe kisha harruar që ti vendosja në çantë. Edhe kur i pash, ua, mos. Edhe këto për vendos këtu në fund që, ua, kjo mbush që tani. Atëherë, tjetër. Atëherë kemi këtu, kemi një... Mos të harroj këto, ja harrova tek ajo tjetra. Që quhen këto? Përparse. Që quhen këto? Qa pyetje bëj edhe unë, o zot. Do thoni ju, po kjo, Lana, e di, por pas ka ik fije kë, ose kanë harru t'ja presin. Sa e fort ishte një po t'i duart. Atëherë, këtë veshje unë po e marrë shtesë, sepse ta kem, do marrë 4 veshje. Edhe dorezat, edhe badi, këto badit i ka marrë kështu, që t'jen komplet me kopsa, për arsye që t'i kem më praktike për t'u veshur, sepse normale. Është edhe ky, edhe këtë do ta marrë si veshje, do më thënë për si djetë, mbase na duhet 4 veshje. Edhe unë këto sërish i kam hekurosur të gjitha dhe i kam, si thonë, o isat, sa të bukura në të robët e bebeve. I kam hekurosur dhe i kam varur, sepse
Nuk i dihet. Nuk i dihet, si që po them, nuk i dihet. Sepse janë shumë praktike, do me thëmë, kur i varë, që sa ti mbash, do me thëmë, aty të... Këto janë lë. Në duhet më... Dhe i kam varur për arsye, do me thënë, sepse janë shumë praktike, plus edhe nuk të vënon, do me thënë, kur i mirë, ose të kalosësh, dhe shumë vënd, më mirë janë kështu, aty direkt. Këtu për shembull nuk di se çfarë kështu do t'i vendos, por t'i vendos këto, përparse. Çorapet e vendosa. Kjo është veshje plus, do me thënë që si dihet basena duhet. Okej, ku kjo? Këtu po mendoj t'ja vesh për herë të parë, edhe vjen me këtë, çfarë quhet kjo? Përparse, vjen edhe me këto tutkat kështu, edhe me këtë bluzën që është kështu praktike, edhe vjen edhe me doreza edhe kapuçin e vet. Atëherë, këtë po lë këtu. Për veshje të dytë, po mendoj këtë. Të shohim atje në spital pasaj se si do vendosë, si nuk e di. Nuk e di se çfarë mund t'i vesh atje. Këto në fakt janë çik si, janë tamam, janë si çorape në fund, edhe nuk e di, do me thënë që t'i vendos apo jo çorape. Edhe këtu na duhet sërish një body, po me më të shkurtra dhe këto i ka marrë, një përparse, po vendos edhe një palë çorape, se nuk i dihet, mbase na duhen. Okej. Edhe këto i fusim. Ja, hiq pak të arin. Nuk e di se si do t'i fus tani, sepse po thuaj se unë mbush kjo çanta. Atëherë këto duhen shkruajtur se çfarë janë. Shani si, që më ra. Shani që si kam varur këto me këto kapsit kështu. Janë shumë praktike, shumë. Nuk dhe në zvënd, dhe për setet, do me thonë janë super mirë, ja vlejnë. Ja dhe këto janë me këtë këmbëzën kështu, dhe nuk e di, do me thonë që ti vesh çorape, apo... Jo, këto do veshin ato tjetë spitali, peshuristimit e vogël, por... ta shohim. Dhe këto dhe këtyre mamive, po unë Andrea nuk e di, nuk ja kam idenë se si do vej procedura e lindjes, dhe prandaj as unë vetë nuk e di. Kemi dhe këto përparse, kapuçin, dorezat, edhe po i fus edhe këto çorapet e voçla. Nuk mund të besoj që po i bëj gjërat gati, o zot. Më duket një gjë e pabesueshme. Unë tani nuk e di se ku ti pas kam hapur një badi pa futur. Më doli një badi këtu shtesë. I futa këtë badi? Jo, nuk i pas kam futur këtu badi. Ja, të vendos tani. Aq shumë emocione kam sa s'di se çfarë po vendos, se çfarë po fuz. Ja, u paketohen dhe këtë çorape do t'i vendos kështu aty në çantë,
edhe këtë përparsen, se si dihet mbase na duhen. Dhe tani do kemi këto për foto. Këtë. Edhe këtë që më duhet për këmbën edhe për dorën. Atëherë. I vendosim edhe këto. Kjo ishte veshja shtetë për vendosën të në fare. Kjo ishte veshja e dytë. Edhe kjo veshja e parë që do veshi. Po shoh se mos të harrova një gjë tjetër. Edhe janë dhe këto napa, harrova këto. Çarçafët. Tjetër, në duhen në bibilina, që unë tani këtu nuk një merë çanta. Bibilinat në duhen edhe këto. Ku do t'i fusim këto tani? Nuk e di se ku do t'i fus tani. Nuk e di ku. Më falni se është papadashje. Edhe nuk e di se si do t'i fus këto tani. Se këtu nuk merë më. Atëherë kysh, detergjent intimo, kremi në duesh, kremi fytyrës, apo mos ta marrë të fytyrës. Jo, po e marrë se asnjëherë. Nuk i dihet, po e marrim. Edhe ky larsi, apo ta heq këto, do me thënë dhe ta vendos në një, si thonë, në një kështu. Në një kontenitor. O, zoti mas. Prap edhe po t'i vën në kontenitor, unë nuk i merr këto. Plus janë bibilinat, janë këto gjërat e tjera. Apo t'i vendos tek çanta e karrocës. Siç më erdhi një ide kështu pa pritmas. Po i shoh njerëz të madhe është. Këtu është e sigur që na i merë. Atëherë po i vendos këtu, po vendos edhe bibilinat. 4, 5, 6, 7. Nuk di sa të marrë tani. Të marrë 10. Nuk e kam ide në. Mos më qykoni, sepse nuk e kam ide në sa do marrë. Atë marrë më shumë. Ja do shoh do me thënë tani se si do t'i vendos këtu. Kemi shampon intime, kremin për faqet. Atëherë, këtu kemi këtë që mjekon këthizën, disinfektues. Kemi sërish këto gazra për këthizën, që këthiza është gjëja më e tmerrshme që unë kam. E kam në ashtë shumë frikë, sa nuk e di se si ta shpjegoj. Ashtë frikë kam, leprat e lagura. Këtë kremin e trupit, nuk e di t'ja marrë apo jo. Nuk e di. Apo mos t'ja marrë, nuk e di tani se si do t'i. Mos kam harru në një gjë tjetër. Edhe po shoh edhe një herë. E di që s'ka marrë në peshqirë. Atëherë. Se nuk e di, do me thënë, do më duhet atje peshqirë, apo do të fshihet me... Po se si më duket, do me thënë që ta fshi me peshqirë. Nuk e di ta marrë apo jo peshqirin. Këto kryset e veshit, nuk e di, më duhen tani apo kur të vi në shtëpi. O zoti i madh, shkon ti sa keq jam.
Atëherë duhet marrë dhe këtë jastëkun. Këtë jastëkun për të mbajtur. Ku e ka këtë ky tani, zinxhirin. Nuk e di si çfarë kam harruar tjetër. Nëse kam harruar një gjë tjetër edhe nuk më mend. Nuk po më kujtohet tani. Shpresoj mos të kem harruar. Apo ta marr një peshqir se si dihet mbase do na duhet. Po marr një peshqir të madh edhe një të vogël. Ta kem se Okej, ja, ky është jastëku doli që kësi drons. Edhe ja, e mban kështu këtu. Ua praktik është, edhe I jep gji ose e mban. Edhe është shumë mirë kështu. Ua dini që kam harruar? Kam harruar pa marr. Atëherë, do marr një peshqir të vogël. Se si dihet, nëse më duhet. Do marr edhe napa që nuk I mora, harrova. Të marrë 3 copë. Unë mora në napa, po mora nga to të hollat. Këto si mora. Niku nga mendja. Atëherë, peshqirin po ja vendos këtu. Mbase na duhet për byçën e bebit. Dini dhe çfarë nuk kam marrë? Nuk kam marrë ato që pastron fytyrën. Por duhet vetë pastaj t'i marrë. Mos harroj, se këto janë dhe të mira, fanellat, edhe mund edhe ta mbulosh me to për shembull. Hiqim tajrin. Edhe ja, ku bën gati, o zot. U bën gati, edhe mund kapin to emocionet, her pas here. Ja, ku është u mbush kjo çanta e karrocës. Edhe tani këtu do vendos këto që kem për papa. Shpresoj të mbaj mend që I kam vendosur këtu. Më duhet edhe një kolor. Që t'i shkruaj ato qeset. Këto do me thënë. Edhe një për një për atë që të shkruaj emrin aty. Të ka jo tabile vogël se s'po më vjen tani emri. Atëherë dhe këto napa po I vendos këtu. Do marrë dhe një peshqir të madh se harrova ta merja. Wow, mbush. Shqyqyr që I marrë, ja, kam harru këto pa futur. Shqyqyr që I marrë, se më kapin stres, do me thot tash ku do t'i fus, po harroj që kisha edhe këtë çantën e karrocës. Tani më duhet të gjej këto ripat që t'ja vendos. Shikoj mos kemi harruar në një gjë tjetër. Se unë jam edhe çik harraqe. Atëherë këtë nuk e di t'ja marrë për trupin apo jo. Apo ta marrë njëherë, nuk po e marrë. Se si dihet. Edhe peshqirin se harrova sërisht. Po marrë edhe një peshqir. Unë mbush edhe kjo çantë. Shpresoj të dalin këto bibinë, po edhe nëse nuk dalin,
babi Andren aty kur do kem në spital, këtu nuk lejohet, domethënë që të vi bashkëshorti gjatë procesit të lindjes, apo edhe më vonë, apo baba sa lëviz, nuk lejohet as edhe të rri më mbas. Duhet të vi vetëm në oraret kur ka takimin, që është më duket 3:30 më duket me 4:30 a 4, diçka e tillë. Dhe pastaj është nga ora 6:30 deri në orën 8. Shumë pak. Gjë që urrej unë më shumë është kjo që nuk do kem Andren aty prezent. Është një moment shumë i bukur që doja ta kalonim bashk, por kështu është këtu. S'ke ç'a bën. Dhe më mërzit shumë kjo gjëja që nuk do jetë aty me mua, që ta kalojmë bashkë këtë gjë. Normalisht që kur je në ato momente ke nevojë për një person të zemrës që ti shtrëngosh dorën, do me të mbaj duart, të japi forcë, edhe nuk është kjo gjë, por s'kam ç'a të bëj. Harrova pa marrë edhe do marrë edhe tripodin me vete, se mbase më duhet. Nuk e di se si do ta fus aty në çantë, por kështu është këtu në Itali, nuk lejohet. Mbas Covid janë shtrënguar shumë gjërat, kur i thonë, edhe nuk të lën absolutisht, domethënë që të vi bashkëshorti gjatë lindjes, ose edhe më vonë, domethënë që të vi aty, domethënë të rri me ty, as kjo gjë nuk lejohet. Shumë gjë keqe e di, por s'kam çfarë të bëj, kështu është ligji këtu. Edhe tani nuk e di se ç'a do bëja unë. Duhet të merrja edhe këto që quhen rripat e çantave që ti vendos. Po i marr edhe po vi prap. I mora edhe tani nuk e di kush do jetë. Besoj kjo do jetë kësaj çantës së karrocës. Mendoj unë, tani nuk e di. Do jetë kjo apo jo? Mendoj se kjo do jetë. Se derisa është ky rripi këtu trash, edhe mendoj se do jetë ky. Edhe jo. Në t'i marrë babi Andrea këto. Edhe vendosem edhe këtë tjetrën. Zdi sa kështu të gjata t'i lë. Dhe ja, ku kemi të dyja çantat, këto që na duhen për bebushin. Edhe ja, tani po e presim bebushin, por do doja të rrinte edhe pak këtu dhe barbim, nuk doja të dilte kaq shpejt, sikur do dali nesër, nuk e di, domethënë, jo se do dali vërtet nesër, por doja të rrinte edhe pak. Edhe kështu, kur ta ka shkruajt Zoti që të dali. Atëherë, kjo ishte edhe videoja ime për sot. Shpresoj t'ju kem ndihmuar dhe juve, disa po lëviz bebi tani nuk e keni idenë. Edhe shpresoj t'ju kem ndihmuar edhe juve, dhe nëse jeni një mami e re kështu si mua, që do bëni nën për herë të parë, është gjë më e bukur në jetë, pavarësisht se unë e them gjithmonë, çka kam hequr të shtatzani, e them që unë nuk bëj më fëmijë tjetër, Zoti më ka dhuruar këtë mrekulli, por nuk e di, mbasi të dali bebushi, të shohim se si do jetë, se tani normal, unë thjesht e ndjej kur lëviz, kaq, nuk është se është sikur e ke aty pranë, normalisht që ndryshon çdo gjë, por është ndryshe domethënë kur e ke në krahët e tu, dhe është ndryshe domethënë kur është këtu brenda. Edhe prandaj them që çfarë kam hequr në këtë shtatzani, që kam një javë kam pa gjumë, besoni, pa gjumë fare natën,
Edhe më tha motra sot do t'i ki mendja fare. Sepse kështu si ke zënë truri normale, po të fjeti gjumë, që do bëj? Edhe pavarësisht çdo gjë që kam kaluar në këtë shtatzani, është gjë më e bukur në botë. Edhe mezi po e pres. Mezi po e pres edhe dua vdesh që të rritu brenda. Kjo është e çuditshme që edhe mezi po e pres, por edhe e dua këtu të rri dhe këtu brenda. Nice, kjo ishte videoja ime për sot. Shpresoj t'ju kem ndihmuar dhe juve, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse kam harruar diçka më shkruani në koment, në Instagram, ku të doni ju. Dhe do shihemi sërish tek videoradhës. So, bye!